10 miliardë euro. Kemi një vend i cili ka një pagë mesatare në sektorin privat 912 euro dhe në sektorin publik rreth 1100 euro dhe kemi nisur me një pagë mesatare prej 325 eurosh. Kemi sot një vend që sot ka shkuar nga 300-400 investime direkte të huaja në miliarda vitin e kaluar, por rriten investimet, por rritet ekonomia dhe nuk duhet vazhdojnë, por është shumë e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë se e gjitha kjo lidhet me punën që ne po bëjmë së bashku. I bari, piketat, të ndërmjetme, të parme, të pasme, tingëllojnë abstrakte, por janë mjaft reale. Dhe kanë të bëjnë me faktin që kemi atë për cilin sot morëm konfirmim, institucione të forta, shumë të forta se sa 10 vjet më parë, një sistem drejtësie të fuqizuar dhe që është i pavarur si kur më parë në historinë e vendit tonë. E nisëm me stigmën e një vendi ku kishte kulturë pandëshkueshmërie dhe sot duket si të ketë që në një epokë në një kohë të shekujve më parë, ndërkohë që ishte vetëm pak vite më parë, bashkëpunimi ynë në ligjzbatim me partnerët evropianë është më i thellë. Administrata jonë është gjithmonë më tepër e angazhuar, e investuar dhe e aftë, siç e tregon edhe puna që bëjmë ngushtësisht me Komisionin dhe rrugtimi ynë evropian është i pakthyeshëm. Dhe e gjithë ky është sfondi ose më mirë themeli për pjesën tjetër, për paga më të mira, për vende më të mira pune, për investime më të mëdha e kështu me radhë. Pa dashur të them shumë më tepër, dua thjesht të falenderoj nga zemra së pari Komisionin, sepse është një kujdestar vërtet që na ndihmon në çdo hap të kuptojmë çfarë duhet të bëjmë dhe si duhet ta bëjmë. Dhe kjo e bën BE-n bekim për një vend si i yni që ka dalë nga një histori pa institucione, pa traditë të institucioneve, e pa një traditë mirëfilli të shtetit. Dhe ky është një proces shtet ndërtues. Dua të falenderoj po ashtu Silvion, zëdhënësin ton të dashur në emër të kujdestarit që i duhet na sjell lajme të mira e të këqija. Ka qenë shumë kuptim plot dhe po e bëj këtë falënderim sepse është konferenca e fundit ndërqeveritare ku ai përfaqëson BE-n. Më pas dua sigurisht të falenderoj dritën e diellit që solli Çiproja jo vetëm sot, sepse sot ishte punë e përbashkët, ne sollëm ca diell nga Shqipëria, ju ca nga Çipro dhe më së fundi ky qytet grije i mërzitshëm shndriti. Njëherë, dua të falenderoj po kështu shtetet anëtare që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme bashkë me Komisionin për t'i vënë të gjitha gjërat në linjën e duhur dhe të na sfidojnë. Është sfida më e madhe me cilën jemi përballur. E dim këtë, njohim magnitudën e saj dhe jemi gati të përballemi dhe them pa asnjë lloj përpjekjeje për delur, për të kesh Bashkimin Evropian nga ana jote është një garanci që ja del dhe ne do t'ja dalim, do t'jemi antar të kësaj familjeje brenda kësaj dekade. Unë e di,
e ndjej, do të luftoj për këtë gjë së bashku me ekipin ton dhe jam shumë i bindur që Marta nuk do të heqë dorë nga kjo përpara fundit të mandatit të saj që përkon me herën e fundit që Shqipëria do t'jetë jashtë kësaj shtëpie. Faleminderit po kështu pra të gjithëve për gjithçka. Jemi shumë të lumtur dhe ndihemi shumë të inkurajuar sot. Faleminderit kryeministër. Tashmë fjala është për ju për pyetje. Do ta nis nga zonja që është aty pas. Mirëmbrëma, Denata Shkodrani, Televizioni Publik Shqiptar. Kryeministër, përgëzime është një hap i madh për ju dhe për qeverinë tuaj. Dua të di kush duhet ta marrë meritën për ngjarjen e sotme dhe cila është arritja më e madhe e Shqipërisë. A është e mundur që t'jemi antar në vitin 2028, kryeministër? Jo, kjo është për Martën e Marilenën, nuk është për mua, të cilat duhet marrin meritën, cilë duhet marrë meritën, e di që Marta do të thotë Marilena, Marilena do të thotë Marta. Duhet të them që ky sukses është i mundur për shkak të mbështetjes së fortë të qytetarëve shqiptar dhe fal udhëheqjes suaj të fortë. Procesi i zgjerimit, në të vërtetë, ne mblidhemi këtu sa herë që flasim për kapitujt, për piketat, për grup kapitujt, për çelje e mbylle, por gjithçka çfarë bëjmë, e bëjmë për njerëzit. Dhe kjo mbështetje kaq e lartë në vendin tuaj është udhëheqja më e mirë që mund të ketë vendi. Shqipëria po shfrytëzon këtë moment historik, ku zgjerimi është edhe një herë përparësi e Bashkimit Evropian. Dhe nëse dikush e kupton që kjo dritare, kjo derë mundësie nuk do të jetë, pra nëse dikush e kupton që kjo derë dritare mundësie nuk mund të jetë e hapur gjithmonë, ky është vendi juaj. Dhe duke kuptuar këtë, ju mund të jeni të suksesshëm. Kur flasim për datën, ju thash që mbështesim vizionin e qeverisë së Shqipërisë për të mbyllur negociatat deri në fund të 2027 dhe pastaj do t'i ngjitem korabit së bashku me kryeministrin. Kjo është e vetmja piket shtesë mbyllëse që kam pasur sot dhe shpresoj, Marilena, që edhe ti mund ta mbështesësh të. Mund të bëjmë një kompromis, mund të t'i ngjitemi kullës Eiffel, kur Franca thot po, mirë se erdhët në klub. Do t'jetë më e vështirë se korabi. Mirë, do shkoj publicitet për të kishë skemi që atë themi tjetër, sepse i tha kryesisht Marta Kos Gjitha, e cila ndër tjera komplimentoj direkt e kryeministrin, por për më shumë e postet e live, për këtë më njërë pas publicitetit. Mirë, rikthehemi pak, ndërkohë që konferenca për shtyp vazhdon. Arseta, po e nisë ty, pasi temi shfaqja ishte edhe një farë political show, apo jo, kjo që ndodhi në këtë minuta, sidomos midis, jo tesh midis asaj që ndodhi, pra puthje slajt Marta Kos dhe Ramës, po mënyra se si ajo u shpreh, le temi ishte disi e pazakont. Pasi normalisht ajo foli për një sukses të qytetarëve shqiptar, po dhe leadershipin e fort, më mirën që meriton Shqipëria, pra me një lloj niveli komplimentash, do thoja unë, deri ku të pasakon. Pra, qa të regon kjo? Kjo të regon, edhe mënyra se si ajo, edhe body language i saj, ishte shumë, nëse edhe me thojës ose pa thojës agresiv pro qeverisë. Pa ledhemi, si u kërkon dhe dërgoni një mesazh, po mua si e pash më shumë duke si një mesazh plotësues ndaj sulmeve që janë për asaj nivel personal në Tiranë, sulmeve që janë bërë ambasadorët, krejot misionit, se e qumë ambasador, pa ishtë krejot misionit Bashkimit Evropian Tiranë, se përvajson Komisionin Parlamentin dhe Këshillin Politik. Pra, reagimi i zonës Kos ishte si reagim për dënë një mesazh tjetër, jo në Bruxelles, jo më shumë Bruxelles, sa në Tiranë. Mos harrojmë që pati një
pavarësisht se ambasadorët e vendeve anëtare këtu kanë pasur dhe qëndrime të ndryshme për çështje ndryshme, pra pam tani që ambasadori gjerman ka lëshuar një tjetër mesazh pikërisht sot Facebooku, kuptohet që Gjermania ka një qëndrim pak më ndryshe se vendet e tjera për çështje të caktuara. Dhe Hollanda. Edhe Hollanda, po në një linjë janë, ato ndjenja gjermano-holandeze janë një linjë. Që Gjermanët janë pak më radikal në qëndrimet e tyre pak ndaj vendeve ballkane po dhe ndaj Shqipërisë, po që së bashku kanë pasur skepticizmin. Po kur sulmua zoti konzulator, të gjithë ambasadorët reaguan më njëherë dhe u duk që ishte një aksion i koordinuar nga Brukseli. Dhe kjo e zonës Kostot duket që është një kundërpërgjigje që Djahonën e ka më shumë Tiranë. Patjetër është një mesazh politika në vetvete, ndonjëherë nëpërmjet body language jep më shumë mesazhe se sa nëpërmjet asaj çfarë thuhet. Por duket sikur kjo është e sinkronizuar dhe qasja ndaj kryeministrit Rama dhe në fund mbyllja e saj me faktin që mbas mbylljes benchmarks ne do të kemi një benchmark tjetër që është ngjitja e korabit, po dhe ngjitja e korabit vetvete. Pastaj oferta do ikim korabët, do ngjitemi turp në kukullën e Eiffel, pra pikërisht dhe kalimit dhe gjitha kjo flet pastaj jo për këtë proces të opnim benchmarks, flet për negocimin politik, që do thotë sulmi politik nga zonjës Kos. E gjithë retorika e ngritur në Tiranë, vështirësitë që ngrihen si rrjedhoi kësaj, sepse procesi tani më sa është institucional, po është dhe politik në vetvete dhe vështirësia më e madhe do të jetë tek negociimi politik dhe unanimiteti fjalës shteteve në fund për të marrë edhe vendimin final në basi plotësohen gjithë. Gjidemi në korab, se ne unë e mbarova punën time, po duhet gjidemi në kullën e Eiffel, që është negociata politike. Unë e ngjita korabin, tani më zoti Rama i kalon përgjegjësia për të ngjitur kullën e Eiffel. Që do thotë shkojmë tek qasja dhe tek metodologjia që përmendi zoti Nesturi pak më përpara, që çfarë metodologjie do të përdoret për vendet e Ballkanit, çfarë metodologjie do të ndiqet për Shqipërinë. Unë mendoj që do të jetë një, sipas edhe propozimit të kryeministit Rama, që do të jetë një metodologji tjetër futjes së vendeve të Ballkanit perëndimor me etapa, me faza, sepse ka një problematik shumë të madhe. Ne jemi fokusuar shumë te klasteri i themelorëve, po duhet të mbajmë konsiderat që kemi edhe klasterat e tjerë që janë ato të sigurisë ushqimore dhe të procesit ekonomik të vendit, transformimit ekonomik që vendi do të ketë. Funksionimit tregut. Patjetër funksionimit tregut dhe më shumë etapat e çështjes negocimit do të jenë tek një pikë shumë e rëndësishme, biznesi. Si do të eci ekonomia shqiptare dhe si do të integrohet, si do të komportoj tregu dhe ekonomia shqiptare, integrimin në mënyrë gradual, do të thoja, në tregun europian. Dhe kjo do të jetë hapje dhe etapa e parë shumë e rëndësishme. Mbaj mend në procesin e negocimit, unë kam qenë pjesë aty procesin atë kohë edhe të Malit Zi, sepse Mali Zi ka shumë vite që është pjesë e këtij procesi, për të ardhur sot tek pika që tha dhe Flogirdi mbase një parakalimi nga Shqipëria, një procesi shumë të gjatë nga ana e Malit Zi. Dhe kjo është arritje në një farë mënyrë e procesit shqip. Unë mendoj që politikisht jemi çik më mirë se Mali Zi, mendoj, sepse nuk kemi problemet që ka Mali Zi. Kemi probleme të tjera. Se ata janë probleme të tjera. Dhe do të thoja që ka përcjellje dhe teknikisht. Në atë pikë dhe leadershipi, pa dash, është dhe leadershipi ndjes, është dhe leadershipi kryeministri malazes, për fatin e keq më shumë të shqiptarëve në Malzi, them unë, është politikisht mërësi shumë i dobët nga kapitulli që ka mbyll Mali Zi, një kuriozitet, më shumë se gjysmët e atyre 9 nga 36 që kanë mbyllur, i kanë mbyllur shqiptarët, se më të interesuarit për... Si gjithmonë janë shqiptarë. Dhe për ta mbyllur, në atë kohë, pra në takimet tona me krye negociatorin e Malit Zi në Shqipëri, ishte rëndësia dhe ai nuk pranonte të hapte takimet nëse nuk do kishte përfaqësues për kapitullin 11, 12, 13 që ishin siguria ushqimore, veterinaria dhe peshkimi. Janë 3 pika shumë thelbësore, do doja t'i citoja, patjetër në plan teknik edhe gjithë të opening benchmarks dhe mbylljes do t'jetë kapitulli 23-24, por mos të harrojmë sigurinë ushqimore dhe procesin ekonomik. Patjetër, por unë do ta fokusoja këtu duke qenë se ka qenë goxha më e prekshme edhe për mua si proces, pavarësisht se unë jam marrë në kapitullin 2 dhe 19, që mendoj që do të jenë ndër kapitujt e parë që do të kalojnë, flasim për pjesën e politikave sociale, por që ka vështirësi në shumë aspekte, do duhet negociohen shumë aspekte, por në plan politike shikoj kështu dhe gjykoj se tabloja politike është pozitive. Geron, Rama u pyet kur hyri nga gazetarë lidhur me ato që ai ka propozuar dhe më pas ka pasur jehon edhe nga grupi i vendeve mike të Ballkanit, pra ideja e një antarësimi
shpejt sensin politik, pra që ne futemi e bëjmë pjesë e Bashkimit Evropian, nuk marrim pjesë në institucionet politike, pra zgjedhjet, parlamenti,